Franz Kafka, drejtori I programit televiziv. Në katin e sipërm të kullës me xhama të shëndritshëm, aty ku shkëlqimi I logove shuhej vetëm kur fikeshin dritat e qytetit, qëndronte drejtori I televizionit Franz Kafka. Shikonte nga dritarja detin e betonit nëpër Tiranë dhe mundohej të numëronte se sa shtresa betoni ishin merit e tij. Ishte mëngjes dhe dielli sapo kishte dalë mbi dajt dhe edhe gazetarët e tij ishin futur në zyra në pritje të direktivave që do të lexoheshin në mbledhjen e mëngjesit. Pronari e dinte që duhet të priste. Kush do ishte I pari? Ra telefoni. Ishte ministri I financave. O vëlla sije, sot hapeni me doganat dhe tatimet. Rekorde historike. Shifrat tona janë si avion. Dhe kujdes, biri pak atit e energjisë, se e ka tepruar me ato dritat sikur ka shpikur diellin. Pronari I shkoi mendja menjëherë tek një anije me ca furnizime që I kishte ardhur dje në port si dhe ca bilance dyshe që duheshin mbuluar. Buzëqeshi dhe shënoi, lajm kryesor, doganat dhe tatimet zbukurojnë Shqipërinë. Kuja o figur, vendi po ndriçon. Dritat tona shihen që nga satelitet Labiatan 1 dhe Lisiatan 2. Jepeni fort, edhe nëse mundesh, nxjire financën me ndonjë shifër që skuptohet se I pëlqen të fluturojë kot. Ishte ministri I energjisë. Pronari ngriti vetullat. Kompania e tij kishte fituar tenderin për importin e energjisë. Shënimi I dytë, edicion special Shqipëria Las Vegas I Ballkanit. Ende pa hequr dorën nga telefoni, ra një tjetër thirrje. Ministria e infrastrukturës, me zë të mbushur me entuziazëm. Bos, rruga e re është magji. Më e lëmuar se xhami I zyrës tënde. Bëje lajm që të mos mbetet në hije nga ato dritat. Dhe mos I lini arsimit shumë hapësirë, se ajo ka qejf të nxjerrë nxënësit në lajme si yje të Hollywoodit. Pronari pësherëtiu lehtë. Kompania e tij kishte edhe një kontratë për asfaltim. Shënoi, titull autostrada që I lë pa frym shoferët. Më pas, ministria e arsimit me një mesazh të gjatë, me lapsa e fletore. Nxjerrim nxënësit kampion në matematik. Jepni me bujë, harrojini rrugët dhe dritat. Shkollat na nxjerrin faqe bardhë. Edhe, nëse keni mundësi, bëni ndonjë kronik ku rruga e re shihet e boshatisur, se nuk na ha njeri bukën ne. Pronari kujtoi furnizimin e librave të rinj për shkollat, ku kishte dorë edhe ndërmarrja e tij. Shënimi I radhës, reportazh Shqipëria, Finlanda e re në arsim. Nga parlamenti vinte një tjetër mesazh. Jepni seancën ton maraton, bos, është historike. Dhe për ata të qeverisë, biri pak, se duken sikur janë të përjetshëm. Nga presidenca. Kujdes, mos harroni takimet e presidentit. Është kombëtar. Dhe nxirreni parlamentin sa më bosh në kamera. Nga bashkia. Kronik për pemët e mbjella. 12 plepa të rinj, transformim ekologjik. Dhe për kryeministrin, mos I jepni shumë, se ja morëm lajmet me pemë. Pronari shfletoi shënimet dhe kuptoi se kjo ishte ndërmarrja më e vështirë e tij. Edhe disidentet në regjimet diktatoriale kishin më pak halle. Në redaksi nisi puna. Cilin lajm të jepnin më parë? Gazetarët shikonin njëri tjetrin, redaktorët përplaseshin me titujt. Tha pronari, pse s'kemi sot ndonjë lajm nga kryeministri? Kjo do na e zgjidhte hallin se cili lajm duhet të jepej I pari. Dikush tha, po sikur t'i japim të gjitha bashk? Të ndajmë ekranin në 4? Kështu ndodhi. Në edicionin e mbrëmjes, ekrani I televizionit të madh u nda si mozaik. Në njërin anë ministri I financave shpallte Shqipërinë superfuqi ekonomike dhe thumbonte kolegun e energjisë. Në tjetrën ministri I energjisë shndrite si neon dhe tallte shifrat e financës. Më poshtë ministria e infrastrukturës tregonte rrugën e re që shkëlqente si pasarel, duke nënvizuar se nxënësit e arsimit mund të mësonin vetëm mbi asfaltin e saj. Në cepin tjetër, nxënësit shqiptar fitonin Olimpiadën e matematikës duke bërë llogaritje me sy mbyllur dhe njëri prej tyre shkruante në Dëras, rrugët kanë gropa. Dhe në sfond, një kornizmë e vogël, ku shfaqej parlamenti që debatonte, presidenti që fjaloste e kryebashkiaku që mbillte plepa. Publiku u hutua. Në kafenet e qytetit, njëri betoi se vendi ishte bërë Zvicër, tjetri se ishte bërë Dubai, një I tret këmbëngulte se ishte bërë Finland. Askush nuk binte dakord, por të gjithë thoshin të njëjtën gjë. Po e ka thënë televizioni I Alfred Drilonit. Në redaksi, një gazetar I ri me blok në dorë dhe syt plot entuziazëm, guxoi të thoshte. Po sikur të bëjmë një reportazh nga jeta e popullit, të tregojmë si jetojnë njerëzit në të vërtet, sa paguajnë, çfarë ndjejnë. Redaksia shpërtheu në të qeshura.
Dikush u përkun mbi tavolin nga gazi, një tjetër fshinte lotët me shamin e mikrofonit. Edhe pronari, që nuk qeshte kur kot, tundej mbi koltuk me të qeshura të shtrënguara. Belinda tha më në fund, duke marrë frym, shko na sill një kafe. Vajza u li kokën dhe u largua.